Qyshu kom premtu se kom ju tregu se si me hap tavolinën në Please Donate, ndiqni hapat këtu. Mas pari shkoni në internet browser apo në Safari shtypni roblox.com, pastaj e prekni continue in browser. Pastaj shkoni atë lart ku shkruan create, edhe pastaj shkoni te poshtë edhe e prekni që të eksperiencën e parë. Kjo është eksperienca juaj, një manage experience. Pastaj këtu e prekni atje lart ku janë 3 linia apo 3 vija, shkoni te poshtë edhe e shihni ku shkruan passes. Apo pastaj shkoni te poshtë edhe e shihni këtu create a pass me të kaltër. E prekni aty edhe e shtypni një emër pa lidhje, ç'është dani, a dhe nuk ka kjo fort me rëndësi. Pastaj e prekni create pass, edhe pastaj shkoni te poshtë, këtu i keni etiketat që janë tavolinë te Please Donate, edhe prekni të çaja ku e shkruajta un baba 1 2 3, edhe pastaj e prekni apet atë natë ata 3 vijat atje, edhe e prekni poshtë ku përshkruan sales. Pastaj e aktivizoni që ton që tuajte for sale, edhe e shkruani se sa Robux apo doni mi qit në tavolinë aty. Kjo është sipas opsionale, sa doni ju, domethënë me i shkruajt, mundi sa doni atë. Pastaj shkoni në Please Donate, edhe kur shkoni me hap domethënë ju tavolinën këtu, që ju tregova më herët. Kur e hapni jau chat atje natë që vetëm e kum shkruajtur në 677. Ajni to e po aty. Domethënë sa herë doni me hap të reja që si numra vetëm shkoni ja bëni njëjtë ashtu.